بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك وأحكامه يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت فلا يعادى من واليت واقضنا فيما قضيت إنك تقضي ربي فلا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت أما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بالصلاة والسلام محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم këtë ditë madhe sot dëshirojmë që Allahu Gjelle Gjelaluhu këta derë të vorri i zotërijës dashur të përcjell inshallah. Na kemi dëshirën edhe lusim Allahu në plot zemër që salavatët edhe rahmetet që i ka bo njet, i ka bo vad me jazbrit ati ishka Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam salavat edhe selam i qon inshallah Allahu edhe neve ato se vape nasib në i bak. Tema maudhui jonë është me fillim sot me temë 3 në lidhje me namazin. Namazi besimtarët të gjithë e kanë të ditur se është një rukun, është njëna shtil prej shtilave të mëdhoja, më të mëdhoja të islamit. Është shumë normal me ditë gjemati jonë i cili në gjamien tonë ngon ders gjumon, se na kur ta përmen me një tem 3 a dit, në të gjumo atë tem nuk e kri. Po a folim disa ja. 10, 11, 15, 9, 8, 7 gjumoja për një tem. Kështu a programi jonë, moti kemi thonë, se neve kush në ngon hu një gjumo, fort pak e dishka kemi pas një jetë me thonë. Vesh një gjumo ven në ngon edhe shkon, fort pak në i di qëllimët. Unë më njëherë sot në këtë tem, këtë deti prej detnave të islamit, namazi është detin veti i madhë shumë, do të nisi me spjegu diçka për e zonin. Sot këtë gjumo, dersit kësaj gjumoje, ja kemi kushtu vetëm e zonit. Kura bo i gjed prej kur ka fillu edhe me radhë të port sa t'jape koha mundësi aq gjëmatin dërshëm gjithë dim se namazi është bo farz Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam edhe umetit ati natën që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam qila kon do me thonë natën e mirajit mirë po me zbritme në ati para mëngjesit në tokë, a da është më një herë me i morë hapat.
e këtij ibadeti. Gjibrili alayhis salam ka ardhur mëngjes, e thonë ja Muhammed, namazi i cili ti e të bë farz sonte, para se të lidhësh thuish Allahu Akbar, janë disa gjona duhet mi plotësu. Namazi drekës i ka 4 rekat, drejt pi fushën ka këbla Allahu Akbar. Jo, para se të thuish Allahu Akbar janë do punë. Prej punëve të cilët duhesh me i bë para se të lidhësh, duhesh me lajmëru se arë koha. Por shkak se namazët të cilët ti e tu kanë bë farz, ato nuk do të falen keq për një herë, por çdo njëri prej ative do ta ketë kohën e dëmë. A thu, pse kështu? As ka qenë më interesant në sabah kur qohesh pi gjumit, një falë dire që atë farz, edhe 4 drekës, edhe 4 një qini, 3 në aksham, edhe jacien, më një herë, kejtë këto bojnë 25 minuta, edhe tani 24 orë, tanena i lirë. Asa konë regull, ase pranoj ke Allahu Gjelle Gjelalu, jo. Me siguri jo, a thu pse? Që asaj kryese, shka ja ka bo Zotë Gjelle Gjelalu namazin farz. Që asaj kryese, shka ja ka bo Zotë namazin farz, prej vetive, prej sifateve, prej cilësive të asaj mahtati makhluki, me harru zotnien. Me harru zotnien shpesh. Argati jot, shka e ki qunë fush me ta punu një pun, shka e ki qunë fabrik me ta punu një pun, e ki qunë me ta rujt një bereqet, edhe rrinë tim skajtarës, e rrunë miraj, e rrunë mirë. Kur t'ja këthaj shpinën t'a lish vedz disa sahat, a është mo i koncentru pësu kur ti kur i ati? Ja mo sa i koncentru, ka zonë me i hi hileve, ka zonë me elon pak punën, ka nejt pak hunshta, po mirë, ndërko që ato 4 orë, 5 orë shka s'ki nejt ti me ta, një shoqi veti i ka arë të arë dhe janë hunsh pak, qatë neje e zgatin ma tepër se sa duhet? Se sa zotnia, banë me nejt, kështu askeri kur se ka zabitin për mikrije, a është njajt sikur kur e ka zabitin për mikrije? Nuk ka njajt. Pra njeriu prej detirave të cilët ju kanë dhonë, këti, shumë ka qef me ikë, shumë ka qef me kalu let, bile halani për kusur matë madhe ka, që ka qef me ju kujt, sukur kur e ka bon. Kjo cilësi, si ta ketë njoni për neve, duhet me mësu më një herën këtë ders, se atë cilësi e jehudive, Allahu Gjelle Gjelalu në Kurani Kerim ka thonë, ju hibbune en juhmedu bima lem jafalu. Jehudit po kanë qef me i livdu dhe për ato punë shka si kanë bo. Po kanë qef me ju met nomi, me ju met zoni, edhe për ato punë shka se kanë bo. S'ka kështu. Ja ke bo e ta shenojnë, ja se ke bo më slip. Pra, Allahu Gjelle Gjelaluhu, këtë njeri, neve, shka na kanë ngarku me këto vazife, me na pas thonë me nxes fal një kejt, edhe ta nena jeni të lirë mo, i vike njajt, sukur kur shkonë zotnia robin e vetë me e këshirë në sabah pak shka po banë, gjithë ditën mo nuk i be mas, ta dish se aj punën tonë ta ka shtre mu mutlak. Me a bot 5 kontrola mrena ditës, a bot me e mirë puna? A shaj ma i lidhun me punën e vetë a thu? Mrena 24 orëve 5 herë me shku me e këshirë. Shumë mirë. Allah i Gjelle Gjelalu, robit vetë i ka thonë o njeri, dhe të falësh 5 herë, ama në 5 kohët saktume. Në 5 kohët saktume dhe të falësh, ashtu që ti pinë sabaterin drek, ashe mundën për shkak të kësaj dunjohe, edhe elementet kësaj trishtu se shka i ka, ashe mundën ti me marru muhe. Ashe mundën me u habit qatë shumë, me këto punë të kësaj këtu, me këto ndërtimin e kësaj edhe afrimin e rëskit edhe të punëve e veshës e matës, familja, dars, masmuja, spitali, të në tije nuk ndekët. Nuk ndekët se unë e kesh, ka thonë Kurani Kerim, vazhkur rabbaka idha nesit, për me, të dharruan wa khupja, për mene, Allahin tanë Gjelle Gjelaluhu si ta kishe harru. Për mene, Allahin tanë si ta kishe harru. Do të thëtë, një di orës nuk kam tekur në tekët gutu, thuj la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Po që s'tum tek prej sabahit, e terin drejk hiq, kejte ki harru. Kemi bona në islam një program shumë të bukur, kemi angazhu njeri special, midis të katunit ja kemi ngrejt bajrakun matë madhë minorën nalt,
Po që ke harru ti pra, a i thot Allahu Akbar, edhe më njëherë kejt njerëzit anemon ka janë të punu, kejt e kanë harru, Allahu Gjelle Gjelalu, muezini i drekës, muezini i gjinijës, muezini i akshamit, kejt këtive njerëzve, shka kanë imon, po du me thonë, shka kanë besim, shka janë musliman, javë ngrenë flokt për pet, ju ben qikiqi dhe teslica pidore ative, ju ben bishti shatit pidore, thujnë Allahu Gjelle Gjelalu, programin e ati që tash. Që tash a i shka ka thonë. Kja program Rabbani, lazni, gjemot, kja programi Allahu Gjelle Gjelalu, edhe kur haron ti, ka nu njeri me ta mtek. Ani shfar të mtek me shfar fjall, me fjallën, une jam ma i modhi heckate une, jo. Eni o fukaran së për zënginave, jo kështu. O ju qone shka i fshini rrugt, hajdi se zabit lartë po therin, s'ka kështu. Hajdi ju të smutit se, hajdi ju tucat se trimat po therin. Allahu Akbar, për kejt njajt, me të vërtet për kejta, Allahu ma i modhi, me të vërtet për kejta ma i modhi. Kila imrimi, i e zonin, nuk është bo më një hera atë ditë mëngjes kur ka arë Gjibrili me jamësu Rasulullah i të reqatët edhe me jamësu abdesin e qerat. Ki ardhja e këti e zonit nashka e therin për namaz, i ka e këta vaktin e vetë. Kjo ka ndodhë jënë Mekka, namazin i mot e gjimës, para hijretit a bon farz në qilë, ama e zonin mas hijretit. E zonin Medine. Kur janë latu musliman vlazni, kur e kanë formu shtetin e vetë, kur ja kanë nun Medine hiqimetit vetë baza, edhe udhëheq si ati shtetit dijet kush ka qenë, alayhi salatu wassalam. Për namazin, i cili është falë edhe falët 5 herë në dite, ka pas një bised me shokët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, se qish do t'i lajmërojmë njerëzit me arë namaz. Kanë thonë disa prej shokëve të cilët ishin mëngjesin e islamit, se efte pa të në kalun islam. Duhet me kallë zarmë, tha njoni, ja Rasul Allah. Çdo kohë kur të vene me një zarmin, edhe kur dale flaka për petë, shpijat janë në gjamin Medine, o kolla gjamiës shumë ngat, e ato e shofin zarmin edhe vinë mu fal. Thani jo, thanë disa prej ative jo. Zarmë kallin me gjusët e Iranit, ato e kanë zarmin Zot, e na nuk jemi në të din. Më njëherë kjo ide ka ra poshtë. Kanë thonë disa prej sahabëve, pra masis po baj ka zarm, po e morim tarkul hadidi bil hadid, hekër për hekëri, ta more njoni një hekër e ta marojmë dikun me një vend me dine, ti bim ati hekërit për hekërit, gjang, kujt diune. Thënë jo, inna nësara të falu dhalik. Thënë nësarat, ortodoksët, katolikët, e kanë këtë regull. Ato i bin fedzivona kujt diune, therin për namaz njëherë njavë. Kanë therin për namaz njëherë njavë, ama për me javën tek krishterizmin edhe zivonin, therin derë në ditë, njëherë pak masit dale dili, njëherë pak pa prenu dili. Të disa sektet ative, njëherë pash në drejkë. Mu për këtë shkak, Rasulullah a.s. në ka mësu se namazet, na nuk falmi namaz, pak masit dale dili, pash në pikën e drekës, edhe mas pak pa prenu dili. Pash për që këtë shkak. Mos në gjajnë, mos t'jenë me një vakt, mos t'i njajë punë e ajon, punëve ative. Në kejta punë të tonat ative s'duhet mi ga. Në kejta punë. As në vesh, as në fjal, as në mathje, as në din, as në punë, nas një rast. Na kemi me ato qak dalim edhe në shate, ato punojnë pak pinkom në ma grumuz. Edhe të punu me shate kemi dalim. Edhe si të kem ato, si tjetë të ato fetare me punu me bishtgat shatit pak si në kom. Feja si t'javlipe, na duhet ja hala ma shumë me jazgat shatit bishtin, ja me ashkurtu pak. Me delil, jo kutura. Me delil. Rasulullah s.a.s. a kon të i prethojt, ju kemi kalzu shumë herë. A kon të i prethojt edhe i ka nun ngut komës. Pra thonin, non ngu. Kari Jahudi e ka thonë, ja Muhammed, ku i qonë këtë thojt, tishti kur t'i sosësh. Tha i mshtjeli, me një veneve i ngrej dikun. Tha, wa nahnu ne falu dhalik.
Sa edhe ne qështu ja bojmë. Sa Rasulullah s.a.s. ne edhe qështu ja bojmë. Dhe thot, jo si ju, ne ja bojmë ndryshe, jo si ju. Shti vllazni, në këtë aspekt, në këtë kontekst kështu, në këtë fahesapi, kejve muslimanve nga ka zonë belaja. Të më falin njerëzit shka, nashtë s'kan mundësi, nashtë s'kan dëshirë me kuptu. Ama kejve nga ka zonë belaja. I rivi joni, si mës dveshët shkinisht, nuk po e kuët se havesh mirë. E reja jonja, si mës dveshët shkinisht, në speze se havesh mirë. Si mës dveshët shkinisht. Pak bile një kaqore, pak manam, pak me atë pru. Edhe në bised, edhe në fjal, edhe në të hecmit, edhe në vesh, edhe në math, se mo ndin mo jemi bo kejtë rafsh, ndin mo jemi bo kejtë rafsh, ndin mo jemi bo hemen si ato, se ato jehudët shkojnë veç shtunën kish, nasarat shkojnë veç dilën, na veç gjumon. E shka u boshti, shka u mërë vesh? Sistemi dini jehudive i therë njerëzit me shku në kish ditën e shtunë. Jo me septim, nasarat dilën na, ato i mushin kishat dilën e shtunën, ne mush mi gjamiën gjumon edhe u bo. Shka banëm që të sen na? Dini jonë nuk kanë din gjumoje, o vlazni, o gjemotin dërshë, nuk kanë din gjumoje. Kja din i cili me pun i ka mbulu 24 orët, me ibadet i mbulon 24 orë dajman, jo gjumon. Gjumoja, namazi i gjumos është për një karakter, për një tretman, kejt qëtër i bon farz musliman. Aja është kajst i bon farz o vlazni ndershëm, për që ketë ulljen tonë, shka imi ullën që ketë qosh. Bashkë për që ketë, se direqat shka i falim ati, direqat shka i falim, ato edhe sabaj i ka, ato edhe dreka i ka, ato edhe aksham i ka, direqat namaz. Bashkë për që ketë ulljen shka imi ullë, bile kjo kima abet e ka veni në shkalla gjithë. Në shkalla ka veni, jo këtu, bashkë për që ketë biseda bon farz, për shkak se ka khutba, për dersit e gjumos a bon farz, mu të bu me ndëgju me mësu. A më thonë jo për hekër për hekri, se nësarat, krishterët e kanë këtë. Edhe mas kësaj janë daktisë, sahabët kanë shkuna për shpia. Në mëngjes, kur janë qu për i gjumit, Hazreti Umeri, radiallahu ta'ala anhu, a thonë ja Rasul Allah, une e kam pa nëndër, më kam mësu një njeri qish me i therë njerëzit namaz. E thonë hajta shofim. E thonë më tha thuj, kur të therë një namaz, thuj, 4 herë Allahu Akbar. Sa thuj dihar eshhedu an la ilaha illa Allah. Thuj dihar eshhedu anna Muhammadan Rasulullah. Thuj dihar hajjal as-salah, edhe dihar hajjal al-falah, nihare. Thuj dihar Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Në fund maroj, me zot nëllë thune këta, njerëzit gjunin edhe vinë mu falë. Ahun që Hazreti Umeri radiallahu anhu nga të Rasulullah s.a.s. me nejt, mas një kohë e ka ardhe Babakr. Tha ja Rasulallah, e kam pas sante një andër që shme i therë njerëzit, më kam mësu njoni që shme i therë njerëzit mu falë. Qka të tha? Andrën e Umerit. 7 sahabe me ren që dit kanë ardhë në konak në meqlisin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam, tu që 7 me që këtë andrë kanë. Tha Rasulullah s.a.s. Fëljekun dhalik, tha kjo do tjetë njerin me therë namaz me zanin e njerin me therë më ufal me i bo Allah i tibadet me zonin e njonit pineve, jo me flak, jo me zarm, jo me hekër. Disa agjallar heptent ditur, disa agjallar heptent ditur, të mësum ma shumë se sa duhet, e të politizum më qatë shumë politizum të poshtrum për politikës, të prum më shumë i ditër, e dini ju shumë mirë keni ndëgju, ndashta keni lezu, ndashta keni përcel, ndashta keni një. E më thonë, ki mikrofoni nashke e ki minun minore me thera zonit, ki s'kana si pasis reguloreve të islamit, po dashka me hek. Pse? Pse e zoni kur kana bo se efte sunnet, kana bo mu therë me zanin e njerit. Tham na o kuval, e po ki ogja shka po e therë më zvushnik ka me zanin e kuj pe thera, me të magarit, me të lopës,
Me të kujzo po e therke, me të njerit, e po në regull. E ajo a gjenal, na për shka e kemi nu ata me janë ndru këti njerit zonin me boza hajvani, ajo. Ate kemi nu na me lujt rolin e ative shkallve të cilët Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi vësallem i ka nun me dine edhe ja ka bo me gisht Bilalit hipa gjenal. Pse me hipa gjenal? Me unima larg pra. E po shka janë të që tërsen përveç se me unima larg? Kur u rrit me dinja pak, kur u rrit me dinja, as u bo që kjo pun për qata thua. Se a rrit sheri, a dasht me i poezini ma nëllë, qko e zoni ma larg. E na shka jemi të bo që tërsen? Njonit pjo gjallarve, i kanë bo selam qeveria Macedonijës, me i hunç pak zonat e mikrofonave mi hunç. Mi hunç zonat pak një kaqore se shkavi po shqetsot për e zonit, po bot mahzun sa bale. Me të nga me bashkësia, me të nga me ulemot, letër me maqin, me nënshkrime, me vula, imamve me adaktizm, anë e mon hunç një zonin mlev një, dhe se thak Nikola Klusevi, po duhet me anal pak zonin, tu nga me anal pak. Kua është armatura e imonit? Kua është armatura e Bilalit? Unë se di që ti hoxhe, që ti muë, me anu gurt në gjiks, oj, le e mo këtë punë, thuj lërë, thuj Uzza, thuj Hubal, të janë emnat putave në Mekke. Shka u murë vesha thu kjo punë? Po thojnë Bilali, po thojnë akon shumë muslimani mirë. Mere vesh tha akon muslimani mirë. Umej ibn Khalaf, ja ka nu gurt në gjiks, edhe ja ka lidh qoleve me tërkuz për qafe, ngrenën a për zallin cullak qështi. E kam gjif tirës e gjiksit, shumë ki po del muslimani mirë. E po mirë, a i po del muslimani mirë. E ti e vesh ta kanë bo me dije hunxja zonin, pak hunxja më në reni, po me ta nu gurin e Bilalit me qafir. Ku e ki e imanin, ku e ki e dinin, ku e ki armaturën. A ki vendos me qindrua, se ki vendos me qindrua, a gjithë morën me kanarin e Klusevit e mota. Po me pas mot Bilali me kanarin Ubej ibn Khalefit. Asa marrën me dalën kursi, mi livdu shok të pengamerit që shi kanë qindru e Bugjehelit para gjematit me anal. Në slupçan me anal, zonin me kërë. Si për slupçan me anal, në slupçan duhet me pru atë faburie 4 metre me 4. Me gjetë muezini shka ka gërmozin 1 metre me 1 metre të gjonë. Qatë njerin me zbulun ka tonë kua. E me thonë hasë të rezonit. Nisi ati se Rasulullah a.s. ka pas plët shoku kolla, o vlazni, i ka thonë Bilalit, ja Bilal, edhin, fa anta enda sautam minna. There o Bilal e zonit, se zani jot është ma deportuës për zanave qerve, a i shkon ma larkë për kejve. Qka u bo me këto milet, qka u bo me këtë dina, qka u bo me këto musliman? Nuk e kemi havardallëk këtan shka posojmë. Nuk e kemi havardallëk, nuk e kemi këtan në nëshmim shok të tonë me nënshmu, sa është marri shoqin me nënshmu, kjo sa në nëshmim, kjo poshtërsi qka po e bojnë njërzit. E zoni vlazni në lëmshin e tokës, Allah i gjelle gjelalu, aje ka programu, sa ati 5 e 1 minut thërë e zonin slupçan, 5 e 2 minuta thërë në teq, 5 e 3 minuta thërë në Shkup, 5 e 4 minuta thërë në Teto, 5 e 15 minuta thërë në Tiran, 5 e 19 minuta thërë në Durrës. Gjdo minut në këtë lam shtoke muezinat janë të ubikat Allahu Akbar. Ilumi a i shka në të ubikat më shumë. Gjdo minut dunjo muezinat janë të ubikat ish panal 24 orë. Ja programi Allahit për shkak rrotullimive tokës, ato kur kush i di, kur si di. Gjdo sekund një muezin ato thonë Allahu Akbar, qëtëri e shhedu an la ilaha illallah, qëtëri e shhedu an Muhammed Rasulullah, e me radhë qashtu. Ki boshlëk i piktu e teri nalt, ku ama nalt, hiq panal ash me zot muezinave i mushëm. Antrangu, kur ka shku në hana dit, edhe i ka bitis misionin e vetë, ju kemi kalzu moti, e ka bitis misionin e vetë, shka ka pas me bitis, edhe ka këthi. Prej Amerike mas një kohë shumë shkurt se ka vizitu Egjiptin, në Kairo kur ka shdrip pi balonit, drejt të gjamia aerodromit anal,
A kon të thirë e zani drekës. E ka nalë kërrin, ka dhe nalë që këtë kërë pak. E thonë që të fjallë, edhe që këtë zonë e kam një në honë. Që të fjallë, shka për i thotë që ki njeri, me që këtë tonë edhe që këtë zonë në honë i kam një. E thonë, ashhedu an la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Edhe ka kalu Amerikanin islam. Një nasrani, i cili ka hes një naotës disa mi kilometra, ka zbrit me kom të ati në honë, ka arë në tokë, dhe ka kalzu se naltë në honë që këtë zane kam një. Pisot dhe tane musliman jam. Në me disë rafshit, të rafshi bujve, njeri i këti rrethit këtu të na, me jam lejë zonin. Hoxh me vazife, i madhë hakarat me funksion, me jam lejë pak. Po thot Klusevi me jam lejë. Kua Klusevi shti? A i shka ka arë në vend Klusevit edhe a i mas nesër sa. A i shka të venë në vend të ati edhe a i prenon, si dili edhe hona edhe ilit Ibrahim a.s. Kejt prenojnë to. E zonja prenona? Shkavi vlaznit ndershëm. Shkavi na i ka e gërtu zemrën. Na i ka hek rajet e imonit për zemrën. Na ka shtin shkinisht po të plot pun mrena. Pi pun dhe shka na i ka shtin shkinisht në zemrë zonin e zanit ton më smedasht. Me anal zonin pak në Slupçan, me anal një kaqon. E kushan Slupçan këtu që e zoni i bandam, as një person hiq. As femën, as moshkull, as i ri, as plak, këtu shka ka lind edhe ashtu rrit, kejt e zonin në huj e kanë. Nal një pak zonin. Kejt e kanë imon, kejt e kanë besim. Se me anal zonin? Gargarini, ndoshta Armstrongun e keni pas kejt qashtën e atit njofme, po Gargarini, kur ka ra poshtë atit vllazni, dokumente ka, nuk po folim me epshe, s'po folim me bark. Dokument ka se Gargarini atë natë që ka akon nalë në hapsin, islamin e ka pranu. Mirë pa duni me ditë si gjemot një punëse. Ashtë njajt një Amerikan me pranu islamin edhe me lajmru, edhe një Rus në kohën e Khrushchevit me lajmru islamin edhe me pranu, ata merë menja se janë njajt? Jo në asë një rast. E Gargarini në Rusi si të thoi islamin e ka pranu, shka duhet me bom muezinat e ati, shka duhet me bom të nena? A i kjo në krije? Në asë një rast. Gargarini e ka pranu islamin atë natë shka akon. Kur i shkreti teri ka vdeksën e ka lajmru? Teri ka vdeksën e ka lajmru. Pak pudash ka me hecë, pudash ka me dalë për petë pak. E nasë ndalim ketë për petë me shku ku akon Gargarini, po na dalim në përmet gjamiës për petë pak. Kur të vim këto ditën e gjumo, mësojmë gjona shka në ngritin për petë pak. Na qojnë manalë se në hanë bile. Ku na qojnë? Na qojnë a gje ku ani zoni muezinit. E ku një zani muezinit a thu? A i qelë me fletat e historijës, e lexojmë historinë e Bilalit pra. Si ta qelë me fletën e historijës Bilalit, edhe e lexojmë a gje shofmi me njëherë të nga, teri ku një zoni muezinit. A i shka e thërë zonin. E thënë, ja Bilal, shka po banë ti që une, po ti një ti e puterët e në lanëve në gjennet. Ato rak-rakët e në lanëve në gjennet po i një, shka po banë, ta kur gjoja Rasulullah si qërë, ta di shka po, tepër. Tha une mas abdesit kur ta marë, gjithmonë i fali dire qo. Që këtë punë e baj. Masit marë abdes dajma, jo në këtë namazin më pose po, masit marë abdes gjithmonë, i fali dire qa. I thojnë të hijetul wudu, në feja namazin abdesit e ka emni, për shëndetja e abdesit. E ki kushan ki njeri shka në lanët e këti, pi këtu bojnë puterën gjennet, kushan ki? Kja muezini i Rasulullah s.a.s. Rasulullah i ka thonë Bilalit, ja Bilal, inna atuala nasi anaqan jaume l'kijama el muadhinun. Dhe në qafën matë gatë ditën e kiametit, pi livdojken këtu në dunjo njerëzit që ka e kanë qafën e gatë. Interesant. Për bukuri pi livdojken, qak edhe femnat pi livdojken, kur pi livdojken gratë femnat, pi i thojken qafën e gatë e kishë. Një lavë dhe me këpi lavëve, e kishë qafën e gatë, e si ta ketë qafën e shkurt, nuk pe livdojken fort. Dhe qafën e kishtë e pak si të shkurt. E qafë gatit zare kanë të livdum,
Rasulullah a.s. i ka thënë Bilalit, qafën më të gatë në xhennet e kanë ato shkan dunjo e zonin e therrin. Ato shkan këtë dunjo e zonin e therrin. A dini të na vllazni sa insan ka thonë mujnë me therrë zonin? Janë të pa numërt janë. Mujnë me therrë. Edhe din me therrë edhe e therrin mirë. Ama ata merr menja se kejt qito shka mujnë me therrë zan ka thonë mujtë me çutë mikrofonin me therrë zonin? Nësë ja, bëhet së në qilë gojë. Jo, dhe qështu të së në theri, me mitë së në theri. E pse së në thera, thu? Qiki njeri, shka ven gjami të na mu, ashtë prej miskit zi. Ala këthibi miskin aswad. Ajo fa shtroje, ajo fa neje, kurin ato, ajo fa poligoni, ajo fa gjenneti, me misk zi shtru më poshtë. Ka thonë shka kanë boja, Rasul Allah. Tha la jahuluhum l-faza hatta jafruga n-nasu. Tha të friga e asaj dite kur si tut, friga e asaj dite 50.000 vet hitë si tut këto, nuk tutën. Tha teri kur, teri të bonë hesapët, tha këto s'kanë kur një gajle. Kush janë ja Rasul Allah? Tha rajulun qara al-Kur'an ibtigha wajhillah. Njoni pi njerëzve cili kur ka knu Kur'an, ka knu nemën të Allahu xhalla xhelaluhu. As ti thojnë kana hoxha i fort, as ti thojnë kana të gjvida i fort, as nuk i thojnë e pas kazanin e mirë. Ka knu Kurani Kerim vetëm fjallën e Allahu Gjelle Gjelalu me knu fi sebilillah. Wa amma qauman au amma bi qaumin wahum anhu radun. Ju ka dali imam popullit edhe ato shka janë falë mas atin ta kanë qenë knaqër. Ju ka dali imam popullit edhe gjemati shka ju kanë lidhë mas kanë qenë të knaqën. Tha që kja është njoni për ative. Tha Rasullullah me kanë vetja Rasulullah, kushan këtë dunjo ma i dopti musliman. Tha alladhija umun nase wa hum lehu karihun. Tha qaj shka ju del imam insanve a gjemoti se do. A i del me au falvak të gjemoti thot që ki mu konë të kish morë zotë që kita. A i vesh del hish panale. Ato për ditë thojnë se morë që kita të nau kish hek qafës. Tha kja ma i dopti musliman, ma i keqi, ma i padashurit e Zotit Gjelle Gjelalu. Tha a i shka misk nesër në gjennet, tha ja ummu bi qaumin wa hum anhu radun. Del ja u falë gjematit kohën, ato thojnë elhamdulillah që na e ka qitë Zotit qështu nima. Be, wa rajulun adhana fi masjidin, wa da ila Allahi azza wa jal btiga a wajhillah. Edhe qaj shka del në gjami e thejë zonin, për kur gjo qëtër, kur në interesiq. Veç del me therizonin, e zonin, ka i s'nin qërë se ardhë vakti namazit me falë namaz, Allah i të mi boj badet. Me që si njeti del. Ta edhe që ki, wa thalith, rajulun ubtulje bir rizki fi dunja, falam yushghilhu, dhalika anillahi azza wa jall. Edhe një njeri, të cilin problemet e kësaj dunjohe, e kanë munu shumë. Më rëskin ka problem. Ka problem me punë të idarës për familje, ka ra ngusht, cullë s'kan me hongër edhe aja keq, kejt këto i kanë ndodh, ama një badet se kanë prek. Edhe një arë këtë mërabën po e ceki, po e përstris prap, edhe një njeri aprovu me belajet e kësaj dunjohet, qak tërë të rëski ka shku puna, s'ka shka me hongër. Edhe s'ka shka me hongër, edhe te i badetet këto s'kan prish punë se s'ka shka me hongër, atë punën e Allahit a gje, atë hongër e qënë në regull, edhe që kja në shaj. Këta tre burat më dhej shumë. Une më një herë vetën që shti që shimin që të halë, më një herë vetën të më fali për veti, më një herë vetën e heki pite këto tre se halasemi modernizu që si bura mu bo, halasemi bo të mirë që kaq. Tër me artë të riktu hala na shumë kemi me punu. Hala shumë shkallë duhet me nu me mëri tërë të ajo me dalë me thej rezonin edhe kur një interes hiq. Se ka njerëz me thej rezonin një javë, 2 javë, 3 javë, hoqë, hafëz. Dhe Allah unë së më pëta thejre ti e zonin gjithmonë gjështi. E ta ma, u po. Usas kjo këtu sa mo, kjo këtu nuk ka mo. Njonit pineve ka përla galja dunjohës, ka ra i darja posht pak. Jo ka ra mës me pas me hongër po, pak ka ra posht. O Gjaferi, po du të me nga dhe, mas rëskit po du të me nga dhe edhe puna farës. Shka u bomare këto qera, shka metën gjështi. I vene dhe asaj koha. Njoni angushtu me probleme politike shumë, me probleme politike a mushtel tepër,
Hoxha I ka thonë namazja farz e zoni po therë që dreka a bësha. Hoxha Feni, kjo një herë shtis se ka vaktin, kjo I kthemi na kësaj. I dihet kur bo, kur, na nuk I kemi hub, se kemi lanë, nuk I kemi arru, dhim na ati ape. A ban me verë diçka? Që I shka ka dekë, sot edhe I kanë qu një gjemat për gjemateve të vorat, a më në ven mati? Na që do qërë shka halas, jemi këtu pari, a jemi të garantu me dhe sa të arena kemi me ne? Mirë, a na I arsjetojnë nesë kur të nashtin gjemati a gjeposht, a na I arsjetojnë ato a gjenër toka jo administrata qëtër se ju I patët dëpune ani nash, se tërë të bitisi ato a na I arsjetojnë, a ju hi ative nu dhe kjo galejon këton? Jo vlavi jam I dashur. Ajo administrata Allahu Gjelle Gjelalu në tokë, ajo si këshirë këto punë heq. Se ato e kanë shtetin e formume, ato I kanë kejtë bitisme. A gja është e kompjuterizume, pikur e ka falë zotin zamanin, pikur e ka falë zotin kohën, pi atë herë të kënena, është kejtë e kompjuterizume. La jesma'u nida el muadhin. A thonë Rasulullah s.a.s. me një hadis, Jinnun wala ins wala shay'un illa wa shahida lahu yawm al-qiyamah. E zoni kur therët, e gjinet kejt komplet, edhe insan musliman, e gjinet musliman, edhe insanat musliman, edhe shka ka gjallnes tjetër që nuk ka njeri, edhe e gjine, ditën e kiametit ja vojnë dëshmi ati shka ka therë zonin, se ne kemi ndëgjua zë falja. Pse I ka përmene gjinet para insanve? Ka thonë, ja, la esme unida el muadhini gjinnun wala ins, nuk I ka qitë njerëzit për para, po e gjinet. Njerë ma I spari që në zanë edhe ndin jemi ortak njajnë. Në asë një përpasipi ative se kimi në këtë Kur'an edhe në këtë pengamer, barabar si ato si na uamin në lë muslimune, uamin në lë kasitun, kanë thonë e gjinë në suratul gjinë. Na jemi disa musliman, disa jo musliman. Pra jemi ortak. E pse I ka qitë për para këtu pra? Këtu I ka qitë për para prej shumicës, se ato me numër në I kalojnë. 99 herë janë ma shumë se na. 99 herë janë ma shumë se na. Gjithmonë sa ka në mshtokës insan, 99 herë ma shumë ka e gjine. Ato janë kalabëllëk I madh, për ndërë pse janë ma shumë, I ka qitë në hadis për para, ka thonë, sa e gjin edhe insan, nuk ka thonë sa insan edhe e gjin. Sa e gjin edhe insan e një zanin e muezinit, ditën e kiametit ja bojnë ispat, I thojnë, o Zot, falja këti se ki I therë ke njerëzit namaz. Lazni, me ditë se sa, me ditë, kejtë këto vlera, shka folëm edhe shka kemi me folë për e zonin, me I ditë mirë muslimanat se shka I pët për e zonin ditën e kiametit, mledhen në vakti qinijës, në vakti gjumos të ajo dera ati, e së dvenë reni kurse si me ime thërë e zonë. Marojnë listë, marojnë listë, dhëtë mu e kur unë e kam renin mas 40 ditve, mas 40 ditve e runë me arë me thërë e zonë. Jedur Rahmani ala rësil muadhin. Thonë Rasulullah a.s. me një hadis, حتى يفرغ من أذانه. يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه. دورة رحمة الله جل جلاله عشان كريت أعطيش كأثير زون ترتا بتيس زون في كل جنيسة. دورة أعطيش كأثير زون. دورة الله تعشم بدورن بكوكن أعطيش كأثير زون ترتا بتيسه. كباسني مؤذن نشام në vitin 1975, 80 që ati, në qatë kohë unë e jam kona gjenë në gjamia e ka emë në gjami ul iman, në qendrën e Shamita, e ka pas zanin e mirë ka qenë me shurë shumë, prej muezinave, nëse kemi ditë, po mastone, I kish paston ati hoxhës që ka bo khutbë të gjumon, dajma I kish paston, mu konë tjetë kismet, Allahu Gjelle Gjelaluhu të ma bojë nasib, që une kur ta theri, kur des une, t'jem të thonë hajjana salat. Ama me kusht kam qef me ma pranu Zoti në hajjale sala kur të thëm tjep namaz gjumos kje zoni shka therët mrena. Nëse kemi dit të punaj nasim një jabanji, ama na kemi shku mu falë në të gjumos dajma. Një gjumos prej gjumojave të e thejë rëzonin që qaj muezin me fostan e aske me ka përë të barë, që qaj muezin në ishmi të falë që ati një 4-5 safa mas I ebiti si e shheduan në Muhammedur Rasulullah parën herë hajjale salat e li shurë kom edhe met edhe u bitis mas hoxha mas e ngrejten e u i disin atë qish duhet
hoxha në hitbe na kallzoi këtë xhamatës zyrtarisht se muezini jon ka kohë shumë gatë që thot o hoxh me konë zotit me bojë nasip e unë tu thonë hajjale salat des edhe ata inshallah ditën e xumës tu thonë në zonin mrena shka thera Allah në Kur'an e Kerim ka thonë ud'uni astajib lakum o rob o insan banni dua ja pranoj lutni për çdo gjë për këtë nevoja çka të keni thuni o Allah i jon po kemi nevojë ja pranoj ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum unë ja pranoj lutit juve çka të keni veç lutnu me idha salaka ibadi anni fa inni qarib kur robët e tu kur të thirrin robët e mi kur të thirrin ja Muhammed kallzoi se unë jam ngat unë jam afër unë më një herë lutit jam pranoj derisa ato i kanë me sinqeritet Kurani Kerim Allah jalla jalaluhu ka thonë wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin kush është thu më i miri njeri edhe kush ka fol fjalë më të mira thu edhe më të ndershme se çaj shka punë ti ka të mira edhe ka thërë zan kanë thonë ulemat e tefsirit Kurani Kerimit si ke ajet për muezinat ka shtrim wa qala innani min al-muslimin do të ka thonë Allahu akbar idha sami'tum an-nida është negativi ma të xhamatin këto terene këtu të na se kur të thirrë ezani nuk respekti kara poshtë respekti ndaj ezanit kara poshtë prej punëve shka bëhen nuk vinë njerëzit mu falë mo po se po podokët po edhe nuk e ndërprejnë punën vllazni që e ki boni jetë mu falë ahlan wa sahlan e ki shpëtu vetën po që se ki boni jetë mu falë e ki ngarku vetën mos me mujt me dalë kur qish i mjeriti edhe une bashk po ta kishe me dije se pin tok e terin 7 qill nalt kur të vika se muezini Allahu akbar kejt nalët kejt blokot prej në tok e terin qill nalt shka ka i melaike edhe gjin edhe shka ka kejt e zonin e ngojt e rri pra ti me teslis ndon edhe me qik vesh ti rri ishë ti mëse nal pra atëherë je i dam për shëshnijës kush livrit në resht në ushtri në resht kush livrit kush nuk rri gaditun kohën e gaditës a është pranum a ka me ta probleme kishe kujdes pra në luft kur thojnë kur të bere komonda kejt me ra për toke vesh njoni ju kam tek me nejt në kom a është i sigurt mo a është në sigurim jo nuk kanë sigurim qila nal ta nal edhe posht kejt me thirmën e zonit kejt blokot veç unë edhe ti do e cevin shpërthaje nale qo kërën nisë mëse nisë sa në regull nuk kanë regull e zoni gjumohës po therë gjemoti i Slupçanit Venalia i lindun në strat gjamiës këtë ki katuni jona në strat gjamiës i lindun në strat gjamiës kur gjo e zoni gjumohës po therë kur gjo na vlazni na je që s'mundemi me kuptu po ta keni kështu nërmen se na pa e thonë së në lomë se ash marre mos me thonë kjo pun nuk kanë regull o vlazin dershëm kjo pun nuk kanë regull na po thojmë administrata Allahu gjelle gjelaluhu me lajke edhe gjin posht edhe nal kejt ndalohet këtë vakt veç katulari s'po ndalohet kis po do me ditë se është namaz gjumohë heq kis po do me ditë se e zanë ke Allahu gjelle gjelaluhu po thrat që ta është vazifën e ati me bitis në numërin 1 para kësaj s'ka qëtër mo që a bëndëgjoni edhe këtë fatër tërri ashtë e vozit dikush aj burra aj njeri këti katunja shembull konkret ashtë e gjumoha në cëllin din jemi shtja thu me shku me e vetë që këtë vla tonin kja vlavijon për laznive me shku me e vetë që ti për jashta mi thonë ej këto 500 që kanë hinë gjami me falë gjumon ti a i takon këtive a i takon që tërkuj shumë vështira është mu morvesh për çak se filozofit e ati janë matrasha se tonët edhe kjo pi punve shka na thot edhe kjo a pun që shpo me ndonë të jo këta me kushtabitise këta qashtu pra hajtë kushtabitise pra idha sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yakul Rasulullah a.s. ka thonë
kur të therë e zoni, edhe ju, që këtu thash parë nivelli i edukatës ndaj e zonit ka ra poshtë, keni kujdes, kur të therë e zoni, edhe ju kejt muslimanët në atë moment, thoni sukur shka po thotaj. A i thotë Allahu Akbar, edhe ti, si aja Allahu Akbar, shhadu an la ilaha illa Allah, edhe ti me ata barabar, si aja shhadu an, jo me azanin e ati, po ti ka dale, dhe tire kije me thonë si aj, me kusht, që kur të dhije e muezinin hajjalë salah, ta ndërprejsh, më thojsh shka po thotaj, po di shka qëtër. Terin në shhadu an në Muhammed e Rasulullah si aj, kur të hije me thonë hajjalë salah, ti dush me ndru, si aj së në thu mo, po thu, la hawla wa la quwwata illa billah. Shipsit dushtui, s'ka fuqi me madhe se fuqia Allahu xhalla xhelaluhu. Si të vese dikush asbane ona me thonë hajale salat si aj, pse s'mu bani ka thu? Zban se kur thoja aj hajale salat, thot hajdin namaz. Ti në fusha gje, hajdin namaz. Kush po thejrë pra të ti me ardha të aj, shka me poshti? I vensin hajgare ajo pun, aj hajdin namaz, ti hajdin namaz. Hajale l'fela, hajdin shpëtim, hajale l'fela, hajdin shpëtim. Në këtan del në hajgare, po kur thoja i hajale l'fela, thu wallahi sadakt, e vërteta shka po thu. Prap Allahu Akbar në fund dihara dhe la ilaha illallah si muezini barabar. Obligim i çdo muslimonit është me ndjek rrjedhjen e zonit pe fillimit deri në mbarim. Disa njerëz po ndëgjojmë na për mezhlise, na për neja në rrugë ku po jemi të bëjmë muhabet, kur po nisë zoni Allahu Akbar, po thonë Aziz Allah. Aziz Allah. Nuk e di pi ku e kanë mësuar. Në kitab nuk e kemi pa shkruar me dikon kur thërë zoni me thon Aziz Allah. Se kemi pa në kitab. Ku e kanë mësuar s'po e di. Krijesore po thonë Aziz Allah dhe më lart pe vazhdonat. Ku ti je me testën edhe o palaçin ato në rregull. Aziz Allah dhe me ku i dul mo borxhe do bites thashun e çka duhet me thon kur thërë zoni. Kjo sa fe, kjo nuk ka rregullore feston, nuk shkruan asnjë norm kurkun. Po Allahu Akbar ka thonë idha sami'tumul muadhdhina faqulu mithla ma yaqul. Kur tanini e zonin thuni sikur shka po thot e zoni. Sikur shka po thot muezini merren te poshtë deri në hayal salat thuni la hawla wala quwata illa billah ose unë s'ka fuqi më madhe se fuqia Allahu xhalla xhelaluhu. E kur të krijet mbaj sbrami thot la ilaha illa Allah. Muezini e bitis atëherë kejt muslimanët e kanë obligim me bo dua. Po që se din kejt atë dua në gjamia shëren, të na do pun vlaznina o gjallart, kemi pak probleme me gjematin ton për futjen e disa gjonave në gjemat prej islamit të cilët nuk janë praktiku kur, ashtë norm, duhet me u praktiku, asa praktiku kur që kalzojmë gjematit se që kjo duhet mu bo, thojnë, ato pse se kanë mësu kur, thojnë që kjo e re, brej, ki hoxha se hefte e qiti këta. Dhe thënë, Allahumma Rabbana, wa Rabba hadhihi da'wati at-tamma, wa salati al-qa'ima, ati Muhammedin il-wasilata wa al-fadilata wa darajata al-rafi'ata al-aliyah, wa ba'athhum al-maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad. Këtë dua si cili musliman duhet me bëma sezonit. Thot njëri për i gjemotit që tash, po kjo kanë akone gatë, hoq, kjo kanë akone gatë, kanë akone komplikume. Unë këta kursën e mësoj. Po jo dhe kursën e mëson. Kursën e mëson një me. E di pëse së në mëson? Se kursën e ki marë me mësu. Se me marë me mësu e mëson sante. Po kursën e ki marë të i sante me mësu. E pi sante a mësja ki nisë, mësja ki mësi elbet me marë me mësu, a pas ja ki mësi me marë me mësu. Allahumma Rabbana wa Rabba hadhihi da'wati at-tammati wa salati al-qa'ima آتي محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة العالية وبعثهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Divija. Çekin e vodnozernitës. Edhe ai kur të vjen në nalt i ka një divija. A po mëson për mësh më njëherë? E si tjeta kjo arabisht na shka e tham, kjo qetra keton shka është kjo. Kjo guën që ma ka mo, me kajt me lot. Pivo në zernitës ka të vene, me vajtu mo ketë. Shumë interesant, ama sega po duhet me mësu se rok ose mdana. Qashtu po shkru në fund, rok ose mdana dhe mas ose mdana po duhet me mësu për mensh me shku me bo pun më njëherë, se rokin ja kanë nu në fund. Allah i gjelle gjelaluhu vë gjelle shanu në bof prej ative njerëzve, shka ato gjona shka neve në bojnë dobi, na fitojmë, mos t'i lomë pas shpine pa i mësu. Zotë i gjelle gjelaluhu namazin e gjumaz ka bull në i boft, insha Allah. Allah i gjelle gjelaluhu, këtë njerëzit që ka kanë probleme me shëndet, insha Allah i shnosh sët.
Ato shka janë burg, inshallah, sot diliron. Ato shka janë asker, Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, inshallah, i mbron prej çdo të lashës. Zoti Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu, kejt namazin e gjumos, anë e mon ka e falin musliman kabulli avboht. Ative gjemve shka janë me probleme, borgje shka kanë. Allah i Gjelle Gjelaluhu ju një moft borgjet me ila. Kejt borgjet, kejt lojet e borgjeve shka janë ju një moft Allahu Gjelle Gjelaluhu me ila. Prej kejt borgjeve, borgjen e namazit, inshallah, me izin e Zotit, se borgji ma i ron shka e ka njoni prej neve, pa bitit, pa la qaj borgja, Allah i këtë borgj në një moft me la një herë, edhe borgjet shka i kemi në mezveti, edhe ato janë shumë borgjet mëdhoja, shumë borgjet rana, ka pas një sahabi, Rasulullah në hadithi i fundit, ka arë në gjamije, ka zatet për duarit gjamijes mrejna për shtetë hunshta. Ka thonë, o filan, edhe një herë, dikur, ka thonë, o filan, pse ti dajma në gjami për shtetë kështu? Ka thonë, ja Rasulallah, humumun u adujunun galebetni. Ka thonë, gajlet edhe borgjet më kanë pështet, më kanë mujt, më kanë pështet, së në podal në rrugë. Gajlet e familjes edhe borgjet, nëso ka kish me zatet atë njeni shka kam mi dhonë, edhe halasja kam dhonë, a modi ka kalu koha, edhe po me konë shumë ato, po me konë një dhejt shka ju kije borgj, ka thonë, humumun u adujunun galebetni, ja Rasulallah. Ka thonë, ela u allimu ke kelimet, idha kultaha, adhhab Allahu anka hammak, wa qada anka dejnak. Ka thonë, apo ki qef ti mësoj disa fjal, si ti thuj shti Allah i Gjelle Gjelalu, një mon me i hek dertet edhe me i la borgjet. Ka thonë, më njëherë, ja Rasulallah. Më njëherë, unë me nëzipu priti. Ka thonë, thuj, por dit, me nxesë dhe mramje. Allahumma, la hawla wa la quwwata illa bik. Inni a'udhu bika min al-hammi wal-ghammi wa ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Fa o thuin sabah për ditë edhe në akşam mbrëmje ka shkojsh. O Zot, unë po ta përkthej më një herë. O Zot, po mbrohem me ti e prej kejt derteve, edhe gajleve të kësaj bote tim nimon me mu largu, edhe nimon o Allah prej borgjeve t'i laj, edhe prej burave të cilit pritin me javdhon, ban ma kullav që janë kësaj borgjin. Tha fa kultu dhalike ejamen, fa kad Allahu anni dejni wa adhhab anni hemmi. Tha një kohë që shtu unë e veprova, Allah i Gjelle Gjelalu ndimoj edhe borgjët i lava, edhe nuk e kam nimo vetër ngarku me gajlë. Si talish kejt vetës gajlën, si talish për një mek i me gjeni ngarku ndajma. Vesh ti, une me dur të mija vesh sa të baj, me menën teme vesh sa të baj, si më slipësh ndihëm, kur gjo s'ke bo. Ndihëm si më slipësh, ti vetë në akcion, edhe ndihëm du të me lip, bëhet kollaj. Allah i Gjelle Gjelalu kejve neve, zbashku kollaj në i boft, insha Allah. Lillahi l-Fatiha.